Periudha e verës së këtij viti është shoqëruar me mungesa të shumta investimesh dhe infrastrukture në sektorin e bujqësisë. Kreu i Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar Enver Ferizaj pohon për kanalin 7 se qeveria duhet të shtojë vëmendjen dhe investimet në këtë fushë pasi bujqësia është një ndër sektorët kyç të zhvillimit ekonomik në vend. Mangësi kemi se si gjithë rajonin, po dhe vendon ka kapur thatësira dhe mund themi se nuk po i përballojmë dot me ujin dhe i ka mjaft mangësi në këtë drejtim. Për vetë faktin që nuk kemi infrastrukturën e nevojshme dhe duhet qeveria, edhe pse ka premtuar ta kthejë vëmendjen shumë shpejt në të drejtim dhe të investoj në sektorin e ujitës. Përveç asaj që është infrastruktura e dobët, edhe thatësira ka bërë punën e vet dhe mund të them që ka dëmtuar deri diku dhe prodhimin. Duke bërë një bilans të përmbledhur të këtyre muajve, zoti Ferizaj thotë se krahas problemeve sektori bujqësisë dhe agroindustrisë ka pësuar dhe zhvillime pozitive duke veçuar në këtë mënyrë eksportet. Risi e mirë është se ne po eksportojmë fuqishëm tash në tregun kosovar. Gjithashtu eksporti është zgjeruar dhe shtrihen në të gjithë vendet rajonale, mund të them tash po kapim të gjithë vendet e Evropës, si qendrore, po dhe lindore, dhe njëkohësisht mund të themi se premisat janë edhe për vjeshtën për të cilët tashmë po hym. Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar po merr të gjitha masat për periudhën e vjeshtës. Zoti Ferizaj tha se Kash do t'i kërkojë qeverisë më tepër subvencione për fermerët pasi sipas tij kërkesa për subvencione këtë vit është më larg se fondet e vëna në dispozicion. Duke qenë se bujqësia zë më shumë se çerekun e prodhimit të brendshëm bruto, ngadalësimi i saj do të jepte efekte në PBB në përgjithshme të vendit.